Mirë se vini në sfidë, vajza. Sot duhet të krijoni shtëpi për kukulla. Jeni gati? E po, ja ku po fillojmë. Nga t'ja filloj. Edi, shiko ato ngjyra. Unë do të dekoroj qatin. Është shumë e ndritshme dhe e bukur. Po ju dërgoj një puthje. Wow! Hey, çfarë po bën? Unë jam gati. Edhe unë do të filloj me qatin, por do të përdor zinxhir metalik. O, po, është e përsosur. Dhe në vend të një puthje, do të var një kafk. Keni frik? Ha! Shkëlqyeshëm! Seriozisht? E po, shikoni kornizat e mia të bukura të dritareve. Çfarë? Unë do t'i kem të zeza. Po, si thuash ti? Çfarë duhet të shtoj? E sakt! Do të marr paletën time të ndritshme të hijeve. Muret e shtëpisë si me roz do t'jenë shumë të bukura. Është thjesht e mrekullueshme. Sa magjike! Wow! Tani do të shtoj një qilim të vogël me push, një koltuk fjollc dhe një tavolinë roz në formë zemre. Duke shtuar pak dizajn? Wow! Dhe unë do të kem lakuriq nate si dekorim. Shiko! Duket e jashtëzakonshme në muret vjollc. Dhe shikoje këtë! Byzylykët e mi do t'jenë të përsosur këtu. U bë! Një divan me rjeta me rimange, një tavolin me një kafk dhe një komodin. Duke shtuar pak dekor sipër dhe një qilim me push, i zi natyrisht. Shiko atë lamp. Oh! Çamçaks? Do të ngjit një foto të Wednesday në mur. Nga rruga. A do t'i pëlqente asaj dhoma? Patjetër. Kjo është e mrekullueshme. Esh! Unë do të kthehem në shtëpinë time. Shiko këtë makinë shitse. Ka karamele të shishme brënda dhe një ari të lezetshëm, madje disa prej tyre. Mendoj se kam një ide tjetër. E po? Le ta shohim. Shiko këtë ylber të lezetshëm. Shkon shumë mirë në këtë mur. Enid, a dëshiron disa ëmbëlsira? Urdhëro! Po e vendos në një tas? Thank you. Mendoj se do ta pëlqesh shumë. E shishme, ha? E po, vajza. Kati i parë është gati. Kjo është absolutisht e përsosur. Wow! Le të kalojmë te tjetra. Unë do të përdor mobilje të zeza edhe për kuzhinën. Oh, po. Shikoni ato dollap. Me kafka, natyrisht. Dhe një arkivol të vërtet pranë ti. Thjesht bëj shaka. Ka rafte atje. Një tavolin, karigje dhe disa takme natyrisht. Wow, çfarë atmosfere. Një orë antike në mur. Edhe disa gjëra të tjera dhe gati. Oh! Një lakuriq nate. Një lakuriq nate për ne. Eja këtu.
Wednesday, ke gjetur një mik. Ah, sa të bukur që janë. Dhe unë do të qëras veten me pak Coca-Cola. Shkëlqyeshëm. Çfarë mati? Kjo kuzhinë nuk është më e përshtatshme. Po, kjo këtu? Po, shumë më mirë. Unë në fakt do të vizatoj diçka mbi dollapët roz. Le ta shohim. Oh! Kjo është shumë e bukur. Duke shtuar edhe disa elemente të tjera. Wow! Unë jam një artist genial. A nuk është kjo e bukur? Po e vendos brenda. Wow! Kjo tashmë po më pëlqen. Po vendos një tavolinë dhe një karrigje. Wow! Le të mos harrojmë për kotele. Ti je më i miri. Oh, e kam haruar plotësisht. Na duhet një boks roz. Dhe duket se i pëlqen. Oh, kjo muzik. Vajza, kuzhina juaj është e përsosur. Oh, është shumë e zhurmshme. Dhe si ju duket, vajza? E po vazhdojnë tutje. Oh jo, një merimang. Prit, ajo nuk është e vërtet. Tina, nuk është qesharake. E po, le të shohim. Rjet merimange. Perde të shkëlqyera tani. Dhe unë do të shtoj një qilim me një herë. Jo keq. Po ti? Dhe perdet e mia do t'jen me ruaza me ngjyra. Është shumë e bukur. Shiko! Këtu është një dritare, një tjetër. Dhe një qilim i ndritshëm gjithashtu. I gjithë kati do t'jetë imbuluar me të. E mrekullueshme. Çfarë po bën këtu? Prit pak. Urdhro. Kjo është qesharake. Oh, vetulla ime. Çfarë? Duhet të kthehet urgjentisht. E po, shumë më mirë. Do t'ju tregoj unë tani. E po, duke folur për letër muri, në dhomën e tretë do të ketë një brirësh dhe ylber në mur. Po duket shumë e ndritshme dhe e bukur. Ky është një vend për palltot tuaja. Shtrati juaj i bukur. Shiko këtë jashtëk në formë zemre. Një tualet, natyrisht. Wow, ka i shumë gjëra të bukura. Do ta pëlqesh shumë. Tapa 5, mik. E po, Tina, shtëpia ime është gati. Haha, isha më e shpejt. Çfarë duhet të bëj? Një shtrat i zi me një hën. Është e jashtëzakonshme. Duke shtuar disa detaje. Ato abazhur. Një violin, natyrisht, pikërisht pranë shtratit tënd. Si mendon, Wednesday? Po, patjetër që mund të luash tani. Shiko, Britney. Kështu duhet të jetë. Le ta shohim. Shtëpia është gati për Wednesday.
Dhe për Enid gjithashtu. Gjithçka është shumë mirë. Vajzat po kalojnë një kohë të mrekullueshme me kukullat e tyre. Britney, a ka diçka që nuk shkon? Tina, ju djema nuk po argëtoheni. Oh, vajzat kanë menduar diçka. Shkëlqyeshëm, mund të luani së bashku. Edhe nëse shtëpit dhe kukullat tuaja janë aq të ndryshme. Dhe ëmbëlsirat mund të ndahen. Yummy! Kalofshi sa më mirë. Dhe do të shihemi në sfidën e radhës. Do të jetë shumë shpejt. Mirupafshim!